Rahmetlin, po bedel për ta, për bëj haxhi për të inshallah. Nere kisha që babën tani isha shku vetë. Të më ka buqet më rapë shtash. Se na mora as losët. Babi im për haxh po niset. Po më kallni me si të romantika, me bashkëshortën, bravo, me qashtë. Kemi bë. Me mësim, mos pritim ju dek nona e me sun haxh, e tani atë fari lahin, edhe në qobe jam bedel, po që? Për zgjallë e mërë nonën e sun haxh. Kështë që të ka puna mikrofonet, se kështë jashta mikrofonet, kësë goja si nole, për që që për të rate ka këto, pra se ke pak zhigën. Ma loj për i tybe, po e që zhigës hi që të veç ashtë të hëtë. Sot dhe më thonë nisën haxhilert e parë. Edhe bili për të në është edhe hoxha i ndëru, doktor Shëqet Krasni që ato jam të e një kështë, se kam njët me vetë kësa ereve që ku mi gjujnë qofë, kështë pap. Hajde. Është me nxes i hershëm, do thonë ora pibjen 5:30. Nuk e di sot delte ju xhamot, po të kallëzoj sa është ora 5:40 çështë e mëngjesit. A thua kanë flajt o vllok ta. A ka bëu ndaj kush si gjuma jo, a vesona. Kjo ka vendos me përcjell haxhit shumë veçantë me një poezi. Hajde lezeja. Babi im për haxh po niset. Babi im sonte për haxh ka marrë rrugë, me lutje në zemër, me shpirt që nuk shuhet kurrë. Shkon tek qabja në vendin e shenjtë, për folje e dritë, për mëshirë të denjë. Unë nuk e numëroj gëzim për ata që shkojnë me shetit në për vende tjera. Nuk është kjo turizm, kjo është thjesht një haxh, një adhurim për Allahun xhaleshanu. Unë me djalë po shkoj. A ti me djalin? Po haxhi me krye. Pa ndjenja është me vlat me shku? Mirë ball. A ka ku shkoj më mirë? Kështë është ndjenja me shku me nonën? Është ndjenjë shumë e mirë. Alhamdulillah unë kom qenë edhe herave të kalume, po ka dorë Zotit që më thonë ma ka realizua të ëndrën edhe dëshirën që me shku bashkaresh me nonën. Me një mësim, mos pritim ju dek nona e me sun haxh, e tani atë fari lahin, edhe në qobe jam bedel, po që? Për zgjallë e mërë nonën e sun haxh. A ke bo sy gjumë se vi veta disa haxhiler? Allah më knaqë. Po elhamdulillah për Zotë e ka fjetë edhe më që lehtë elhamdulillah. Edhe se më që qef, po shkën haxh. Për vlovën? Po shkën për vlovën Rahmetlin, po bedel për ta. Që më ka vdek tash 2 vjet i bën gati, që është në korrekt. Për bëj haxhi për të inshallah. Por pse mos me kryesa të ngjall? Haxhi do të më krye robi mundsinë e parë që të ebë Zoti për me shku në haxh do të më shku. E punë të dynjas, të lashët të dynjas, ngarkesat të dynjas nuk përfundojnë. Jo për 30 vjet, edhe në 80 vjet nëse ke ymër, po edhe 800 vjet me pas ymër, nuk përfundojnë. Andaj lej të lashët të dynjas, lej shtëpiat e djemt e ke martush. Djemt ka me ndërtu shtëpiat, ka me bë këtë, ka me bë atë, ato punë nuk përfundojnë. Shkon haxh, krye haxhin në obligimin e Zotit, sepse është farzi 5 i dinit të Allahut Azza wa Jall. Inshallah Allahu jap shëndet këtë haxhive tonë të Kosovës edhe mbar botës, prej cilit do vend që shkojnë inshallah kthehen krejt shëndoshë mirë e me haxh pranum ja Rabbel Alamin. Apo të konë zemra aty, qështu si mu, po? Të konë, bravo. Ashtë era po që po shkon? Ja, dyta. Me ka një të shku sër? Jam me dhonër edhe me qikë. Mashallah, pas ka se dhonërat kanë morë me vitë, ja? Po. S'pi pengan, ja? Ja. Është ndjenjë pa përshkrueshme, domethënë që tash, edhe pse në nina si person që jem kogjave natur. Se që shtu këmë posë me zonë këto ngusht, atën, edhe ja erdhë koha. Me i Roma. Domethënë është ndjenjë pa përshkrueshme, po për nga ona besimit tonë ne dim që këto punë shkojnë me kader edhe elhamdulillah që Allah ne ka mundësu me na thirr edhe na më përgjigj thirrjes. Kam për përcjellë i gëzum ti? E përcjellëm një djallë të miqës babit, unë nisë për Mekë, apo? Po, Mekë, nëse unë po gjëmësi që sto i bën. Ka dalë se edhe unë jem 5 vakli. Për me? Veqe, po. A ki njetë, për lakman? Me shkodhe ti? Po normal, po veç nere kisha që babën tani isha shku vetë. Haxhilerët veç për ju thirën e emnat me monis në ultimin e jetës, se tash me që shtëri thojnë kësaj punës haxhit, që përshenë vetë, unë veç më mbete, veç më përshëndet. Selamu alaikum.